Mirdita, sot do përgatisim qofte me qull. Këtu kam 20 kg mish të grirë, një kokorvez, Dy qep? një kokorqep edhe 3 fetër pahudra. Ma fal, një kokorqep dhe 3 fetër pahudra që i ke bërë në blender, E ka kaluar në blender, është për sipër të qepa me hudrën bashkë, edhe ja hedhi mishit e grirë. Hedhim kokrën e vezës. Te qepa brenda janë dhe hudrat, hedhim kripën. Krip sa i hedhi male apo? Krip me hamandi. Do t'i qoshin qik se kjo qepa është e ëndër. Me i thanë të një luk kafe për shembull, gjysmë luk kafe me krip, afërsisht. Afërsisht. Do shishojmë dhe piperin e zi. Piperi zi jep shije një kandeja. Shtoj një luk kafe baking powder. Shtoj pak vaj ulliri. Dhe buk të thekme të grirë. Pa. Ja edhe brenda, tash edhe i punoj me dorë. Sa është aty mami buka, e theu sa ke pa? Këtë do t'jetë sa të shosh, tash me 20 kg mish të grirë duke u mbledhur mielli, duke... I hell pak, i hell pak si E ku me fillim. pak e pak. Dhe pastaj fillon me duar. Po. Ku i përdorin më shumë të qoftet me qull, mami? Ku i kanë Qoftet me qull janë i përdorën shumë Shqipëri e mesme. Shqipëri mesme. Po. Shqipëri e mesme, po dhe Shqipëri mesme në takon pjasja se kemi në Durrës. Po. Dhe nga i ke I mësuar bëjmë ti? shpesh. Urdhra? Nga i ke mësuar ti këtë nga... Kjo ka qenë tradicionale Shqipërisë së mesme dhe çdo të gjithë e dinë se si. Pa. E punojmë qik qofte me dorë derisa të mblidhet mishi. Mishin e thamë që është mish viçi, Mish i grirë, mish viçi, Mish viçi. Pa. Nuk vetë mish deri. Me mish viçi bëhet. Nuk e di e majnë men shqiptarët apo jo këto, e ke bërë një 2 herë ti këtu, po ka dalë shumë e Po, mirë. ndoshta është një gjë që është ka qenë në Shqipërinë e mesme njerë bëhet shpesh. Qoftet me qull dhe pula me qull. Edhe pulë me Edhe qulla. pula me qull, po bëjmë dhe pulën me qull dhe ajo bëhet shumë mirë. Unë këtë e bëj që me darke dhe i bëj qoftet e nesërme. Për arsye se del qoftja me shklifët. Po, dhe më e shishme. Me shklifët. Po. E le frigorifer gjithë natën. Po, në frigorifer të mbuluar gjithë natën dhe bëj të nesërme. I hedh pak vaj. Nuk i hedh shumë bukë të grirë se të mos bëhet bukë. Po. Dal qoftet, dal mishi. Shtoj pak bukë të grirë. Dhe e përzihen deri kur me i fjallë për... E ngjeshin, si punë e brumit e repetave, e ngjeshin. Lidhen bashkë ato me i Po. fjallë. Bëhet një masë komplet, nuk ngjitë. Tash e filloj me duar dhe bëjmë si topa topa, si kokarë, qofte. Sa e bën ato mami? Te 6, se ato dhe do zihen, nuk është nevoja, nuk është se vetëm do skuqja dhe do t'jash, shtojte në...
që vaj. Vaj, për shembull, sa mund të jetë më me health Vaj, vaj. se fundin e tiganit, këtë qik vaj. Po. Qofte të largë i dorën gjithmonë, me pak vaj ujri, Që mos na gjisë mos të në dorë. gjisi. I bën mënaja sa të duash, nuk kanë mas. Edhe po të mos kem pak kripën, këto e marrin tek lëngut e kluzit, do shikosh shqullin, nëse po të mos ket kripën qoftje. Tamam. I bëjmë kështu dhe pastaj fillojmë i skuqi. Pra vaj duhet të jetë ngrohtë, para se gjithmonë Vaj i nxehtë. Gati? Vajet si që shikoni është nxehur, tash fillojmë skuqjen e qofteve. Vaj është shumë i nxehtë, mami? Po, vaj i nxehtë. I kaloj qik me miell. Shikoni. I merë po thuj se gjithat e një tigan, a? Po. Një tigan i madh. Po. Madh e merë gjitha. I kam mësuar dhe Shqipërisë mesme, se në Shqipërinë e mesme a vjetuar një të rinin time dhe vajzërin time në Durrës. Këto janë qoftet. Qoftet janë gati? Po, qoftet janë gati, tash do bëjmë qullë. Tash po vazhdojmë me qullin. Hedh 4 me 5 lugë miell. Te ke vënë aty një tigan mami me vaj, me vaj ulliri, të ngrohtë pak. Vajin e kam në tek pesa, që mos të digjet për njështë, të marrë atë ngjyrën kafe të bukur. 4, edhe një 5 lugë miell, a? 5 lugë miell, po. Se nuk keni shumë qofte, që të bëjmë shumë, se varet nga posititat e qofte, që të bësh më shumë. Po. Dhe përzim, a? Po, kemi vëmbajtjen e përzim. Shkoj dhe qiva i tjetër, se shoh që ka pak. Jo doj që kujtes që mielli mos të bëhet me kokriza. Skuqet mielli ta. Me kokriza mund ta kullosh, pastaj e rregullon, po mos të bëhet me kokriza. Ato që po bëjmë tani me fjalë është të skuqim mielin, a? Po, Me vaj. skuqet mielli me vaj. Sa të marrë një ngyllë kafe. Ngjyrën e kam marrë, pak nga pak, shkojmë shujtin e nxehtë. A, do i hellësh pak ujë tani, e? A. Dhe pak nga pak, kjo nuk ka sasi. Dhe duhet përzir gjithmonë që mos bëhet me kokra. Mos bëhet me kokra. Tash ka mos si.
mos bën me kokra. Dhe si që tash mund se njerëzire mund të bëjt edhe me kokra, po e fuvon. Pa. Pa me gërthit pak. Fut më fort. Të duhet më shumë ujë apo jo? Po thuj se marum tani. Po e mbyllim sopën. Edhe qullin e herim të kuj të tenxherja që do vën dhe qofte. Po. Uji aty po valon. 1 kilo ujë, sa 1 kilo e pak? 1 kilo pak, për 4-5 vet. Po. Nëse shikoni mirë dhe nuk është për as me koklas. Sekreti është që duhet gjithmonë ta përzish pa pushim. Përzierje ujti gjithmonë i nxehtë, se po ta kesh ujë ftohtë ajo po kokla. Po. Uji i nxehtë edhe gjithmonë tu e përzi. Marr një yll kafe. Po. Dhe tani është gati ta hellim te kusia me ujë. Tash e hedhëm te kusia. Është i valluar. Në kërë të nxërën kështë. Sa edhe në të nxërën aty të 4 të 5 e vërë? Të 4. Sa të zirë? Kjo zdo zirë është. Ake unë e shofim kripën, do herim kripën, do herë du të pa hurë, pa qullë, që të këtë dhe qullë. Hudra. Pa hudra të veta. Shërë qullë i sa të zirin që këse miel është. Pa. Nuk i hell akoma kripë, apo do i hellësh tani pak kripë? Do t'i jellim pak kripë. Kripë në hellës pikset qullin. Pa. Këtë ditin pa hudrave prapë qullit e kërë. Dhe pastaj në fund shtojmë qofte. Kripi hellim sa dumi, hellim pak, e provojmë qullin. Kripën i provon. Kripa është gjë në dorë që e provon, nuk mund të... Pa, me sasi. Pa. Mund të provosh, në gjuhë se nuk është shumë i hell prapë. Tash do të lëm sa të trashët. Okej. Të trashët qullit, të bëhet qull. Jo qull i trash. Pa. As lëng, as i trash. Pa. Sa për shembull mund të doj kjo një të shofim, avash avash. Nuk do shumë. Pa. Ja vëm që kjo gëmë që të mos në tebe. Pa. Sipër. Edhe të presim në ishë kësa të vetë. Si që qikoni, lëngu është trash. Tash i teki lëngu brënda, hedhim dhe qoftet. Sa minuta u trashje mami? Një 7-8 minuta. 7-8 minuta, Në qofë se lëngu nuk jo trashet, kjo një parasysh që mund të bëhet në një gabim, më ka bërë dhe mua vaki, mund të shtoni pasaj pak një sheshtet, holloni me i qikull dhe ja hidhni brënda, nuk është nevojë që të shqetësojni. Tash i hedhëm qoftet një ka një, dhe marrin qik val me lëngu.
Mami, ja tregojmë një lugë të lëngun sa I trash dukesh. Ja. Po. As ujë, as I trash. Ja, as shumë. Ky është lëngu. I hedh vaj, I vetë pak vaj ulliri. I pjerë të zi. Sa të marrin që parë qofte. Kam hedhe dy thelpa hudhre tek lëngu. Kapaku. E lëm kështu pak në avullin e vetë, sobën e mbyllim komplet dhe gjellash gati. Faleminderit. Tani për pak do t'tregojmë se si hahet me kosin, si ashtu. Mund të hash si të duash, mund të hedhësh limon, mund të hesh, unë përdor kosin. Dhe këtë do të shohim. Okej. Si që shikoni, kja të kesh është gati, hedhëm dhe pak piper të zi një vete. Dhe shoqërohet me kos, mami, ja, kjo hahet e mirë shumë. Shkon shumë. Shumë. Është qatë hash, është lëpish gishtat. Po. Shumë mirë. Kështu I bëj qofte me qumë. Faleminderit. Dhe mami, arru me thanë, njerëzit çfarë duhet bëjnë? Duhet shkruajnë edhe ta pëlqejnë videon, apo jo?